Përshëndetje miq të FSHF-TV, mirë se vini në shtëpinë e futbollit, ku si çdo të mërkur takohemi për të folur për trejat më të fundit të futbollit në vend, për diskutuar për kombëtaren, për ndeshjet e kombëtarëve të vajzave, të U21-shit, po ashtu dhe evente të ndryshme të Federatës Shqiptare të Futbollit. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar gazetarin e minjor sportiv Kristo Thoma. Përshëndetje Kristo, hera e parë që je në FSHF-TV, ndërkohë me një eksperiencë të gjatë edhe në televizion, si të duket kjo ndërmarrje e re e Federatës Shqiptare të Futbollit? Përshëndetje Lenida, faleminderit për ftesën. Fillimisht urime për FSHF-TV edhe për emisionin, edhe suksese. Sigurisht që është një arritje, një gjë e veçantë, edhe uroj që të jetë si sa më mbar. Faleminderit. Trajneri i kombëtares U21 Alban Bushi, vazhdimisht në studio televizive, tani në shtëpinë tënde. Bushi, si të duket ambienti edhe si ndihesh? Për mos është herë e parë, unë kam parë dhe herë tjera, pasi nuk kam qenë live këtu. Më pëlqen shumë edhe gjitha dhe Kristo që është një arritje. Dhe një gjë shumë e veçantë për Federatën e Futbollit që tani të kemi mundësi që gjithë ndeshjet e moshave të transmetohen direkt nga FSHF-TV. Patjetër. Edhe ti do ta bëj dhe punën më të lehtë, në fakt një nga aspektet e tua të rëndësishme të punës është edhe parja e talenteve të reja, edhe në këtë rast kjo është diçka e ndihmë shumë e mirë besoj për trajnerët e moshës. Patjetër unë e ndjek. Bile jo më para 2-3 ditë pash Tirana me të utën në U17. Do të them për këto ekipet e moshave është shumë e mirë, sepse në momentin që ne kemi kohë, sepse pavarësisht se jemi në Vice Scout të gjithë kohë, gjithë paraditës, po na ndihmojnë këto mua, po gjithashtu edhe trajnerët e tjerë të moshave. Patjetër. Florian Riza, si përherë në studion tonë, përshëndetje Flori. Përshëndetje, mirëditë. Ndërkohë, kemi vetëm një muaj nga ndeshja shumë e rëndësishme e play-offit të botrorit 2026 ndaj Polonisë dhe përgatitjet në fakt në Federatën Shqiptare të Futbollit kanë nisur në të gjitha drejtimet, gjithashtu edhe stafi teknik i kombëtarës shqiptare ka filluar punën intensive në këtë rast, duke qenë se sigurisht që pas pushimeve të dhjetorit, trajneri Silvinjo është kthyer në fakt në shtëpinë e futbollit, po ashtu në këtë javë është intensifikuar puna duke qenë se kanë bërritur edhe zëvendës trajneri Pablo Zabaleta, Doriva patjetër që është gjithmonë në Shqipëri, ndërkohë edhe anëtarët e tjerë të stafit teknik që kanë përgatitësit atletik, trajnerët e portierëve etj. Dhe në fakt puna është intensifikuar shumë në këtë ditë, duke qenë se po punohet veçanërisht në ndeshjet që janë luajtur më parë nga kombëtarja shqiptare, po ashtu duke analizuar edhe kundërshtarët. Një aspekt i rëndësishëm i punës së trajnerit Silvinjo, në fakt edhe stafit të tij, është edhe kontrolli në një farë mënyrë përveç se i performancave të lojtarëve gjatë gjithë kohës kur ata luajnë me klubet, por në fakt trajneri Silvinjo së bashku me stafin ka bërë edhe disa vizita të rëndësishme kur ka parë disa nga lojtarët e kombëtares në ndeshjet me klubet e tyre respektive, po ashtu ka zhvilluar edhe 2 takime, po ashtu të rëndësishme 2 nga kapitenët e kombëtares, me Berat Gjimshitin në Itali, po ashtu edhe me Elseid Hysa, i cili në fakt e ka vizituar në ambientet e shtëpisë së futbollit. Puna intensive ka nisur Bushi, do të flasim pak më vonë edhe për kombëtarin U21, po aktualisht si është gjendja e kombëtares A? Po është me shoh shumë mirë. Me çka kam ndjekur kuptimin e asaj që për lojtarët që ka aktualisht janë gjithë në momentin më të mirë të tyre. Dhe trajneri Silvinjo do të jetë i gëzuar për këtë fakt, sepse kanë gjithë minutat, gjithë po shënojnë gola, gjithë po japin asiste. Pavarësisht që është ndeshje e vështirë, por unë e konsideroj të mirë për ekipin tonë, domethënë do të jetë në një ditë mirë sepse janë shumë lojtarë që kanë shumë minuta dhe kjo është gjë e rëndësishme, të cilën trajneri Silvinjo përpara ka vuajtur këtë pjesë, nuk kanë qenë 2 minuta tani si asnjëherë më parë, domethënë kanë minuta të plota dhe mendoj që do të jenë në formën e duhur. Po, do t'i analizojmë veçanërisht disa nga lojtarët kryesorë që fakt kanë qenë edhe të rëndësishëm për klubet e tyre gjatë kësaj jave. Kristo, si e ke parë gjendjen e skuadrës në këtë periudhë? Ajo që ne kemi thënë shpesh që në momentin që shkuam në play-off që çfarë na duhet në një ndeshje me Poloninë ku sigurisht karikimi lojtarëve do jetë i vetvetishëm, nuk do ketë nevojë stafi që të mendoj për të, ka qenë pikërisht forma e lojtarëve. Pra ne edhe duke qenë koment në ndeshje ndërkombëtare ku luajnë lojtarë shqiptar, kryqëzojmë gishtat gjithmonë që mos të ketë dëmtime, mos të ketë probleme, të luajnë sa më shumë. Sepse ka pasur disa momente që na kanë trembur, por për fat të mirë kanë kaluar pa problem, kryesisht Gjimshitin kujtoj. Ismaili është një lojtar i cili është i rëndësishëm dhe po kthehet, luajti në fundjavë si zvendësues dhe po merr dhe ai minutazhin dhe shpresojmë që deri në fund të vazhdojnë kështu, pra mos të ketë dëmtime dhe probleme për lojtarët.
Ndoshta shqetëson më shumë situata e Hysajt, i cili nuk aktivizohet tek skuadra e Lazios dhe dihet që është një lojtar shumë i rëndësishëm edhe për Silvinjon dhe për kombëtaren tonë. Por në dijenin time, me sa ne ndjekim edhe shtypin italian, ai stërvitet mirë, stërvitet rregullisht dhe kujtoj një batut dikur me Debiazin jashtë kamerave kur e pyeta për Lorik Canën që për koincidencë ishte te Lazio dhe nuk po aktivizoi dhe i thash si është Cana se na duhet, duket se kanë qenë kualifikueset për Evropian dhe më tha shumë mirë çfarë ka pushuar gjithë vitin, domethënë është gati. Shpresoj që edhe Hysaj ti ketë baterit gati për atë ndeshje, shpresoj të jenë dy shumë të rëndësishme. Pastaj edhe tek lojtarët e sulmit është ajo që tha Bushi, ndoshta edhe vetë lojtarët, duke ditur që është kjo ndeshje, po japin edhe maksimumin e tyre. Kanë kërkuar të lëvizin nëpër skuadra ku luajnë dhe po bëjnë mirë. Shpresojmë të vazhdojnë kështu. Riza, ndërkohë është rëndësishme edhe aspekti i raporteve, po themi personale, por edhe profesionale mes trajnerit, stafit teknike dhe lojtarëve. Si shikon takimet që ka zhvilluar trajneri Silvinjo, specifikisht me Gjimshitin edhe me Hysaj, por normalisht ka pasur edhe biseda me lojtarë të tjerë ndërkohë? Patjetër që është shumë e rëndësishme që ekipi të krijojë një frymë të përbashkët nga e cila ti pret rezultatet, sepse është shumë e rëndësishme në futboll që të kesh marrëdhënie të jashtëzakonshme midis trajnerit dhe lojtarëve, lojtarët midis tyre, kapiteni me trajnerin me lojtarët. Pra në të gjitha këto që duhet të ekzistojë fryma e përgjithshme dhe ne shquhemi për faktin se jemi një ekip, një grup i mirë lojtarë, të cilët mirë kuptojnë një tjetrin, nuk kemi problematika përçarëse në ekipin tonë kombëtar. Dhe kjo na jep neve garanci që mund të marrim 100% e tyre në një ndeshje shumë të vështirë siç është raundi i parë play-off në Kupën e Botës. Na duhet të përsërisim veten, sidomos në të dytë, sepse për të disatën e javë radhazi, lojtarët tanë kanë pasur një stabilitet në formën e tyre sportive, kanë pasur vazhdimisht sulmuesët kanë qenë vazhdimisht duke shënuar decizive me shënimin e golave, apo ato që quhen asist, megjithëse un kam rezervat e mia për asist. Se ti thua që asist është çdo lloj veprimi teknik. Kështu jemi prezantuar për herë të parë bashkë në një televizion tjetër, edhe ka qenë ashtu ke qenë ti. Kam qenë redaktor, po duhet të ndajmë pastaj edhe gola, ta quajmë gol kur bëhet nga larg apo kur driblon të gjitha apo kur e shtyn topin në port. Po të gjitha kriteret do vendosin për këtë, do të ishte sigurt do vendosim kriteret për këtë. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që ne po e presim me shumë kuriozitet, pa diskutim, po shikoj që kemi garancinë e stabilitetit lojtarëve. Kjo është një gjë pozitive për ne. Patjetër. Ndërkohë fokusohemi pak më specifikisht tek lojtarët. Kemi pasur gola në fakt në këtë fundjavë dhe asiste, siç e tha dhe Floriza. Myrto Uzuni, i cili në fakt tani sapo ka nisur kampionatin në Amerikë, ka shënuar gole, ka nisur shumë mbar në këtë rast. Bushi, për një sulmues është shumë e rëndësishme të kesh sulmues vetë që të shënoj gola, ta ndjej pra performancën e tij të konfirmohet me anë të golave. Është një nisje e mbar Uzunit, Uzunin e kemi parë edhe gjatë kualifikuesve që në fillim sikur nuk gjeti shumë hapësira me ekipin e Silvinjos, por në fakt me punë arriti që të ishte edhe i rëndësishëm, sidomos në ndeshjet e fundit. Si e shikon Uzunin lidhje me kombëtarin, por patjetër edhe me komportimin e tij në një kampionat si ai i Amerikës? Unë e kam parë gjithmonë të rëndësishëm Uzunin për ekipin tonë kombëtar. Nuk është se ka bërë diçka ndryshe kur nuk e thiri Silvinjo dhe kur e thiri minister Silvinjo. Por e kam parë gjithmonë lojtar shumë të rëndësishëm për ekipin tonë, edhe shumë determinant në lojën që bëjmë ne. Se më thënë është lojtar që të gjithë situatë, sepse është lojtar i shpejt dhe kundër sulmon mirë, e ka shumë mirë hapësirat. Bëhet shumë qefi që ai ka bërë gol sepse për sulmuesin shumë rëndësishme goli. Do të thënë ti në momentin që bën një gol ndihesh shumë mirë. Edhe duket, do të thënë nëse ti jep 100% me atë gol ti je shumë euforik për atë, ke shumë besim që do të shënosh dhe golin e dytë ose ndeshjen e ardhshme, sidomos me ekipin kombëtar. E thash dhe pak më parë që është fat i madh që i kemi kaq në formë lojtarë dhe me kaq gola, me kaq asiste, është diçka e mirë për Silvinjo, se ka shumë alternativa për të zgjedhur. Shtet diçka për Uzunin, sepse është ajo që tha Flori, ne kemi parë lojtarë të cilët nuk janë aktivizuar shpesh, kanë qenë në stola, por nuk janë thirrur dhe kur ka ardhur momenti, jo që s'kan bërë polemika, jo që kanë festuar golin me këdo, po janë përgjigjur shumë mirë në fushë dhe ky është dhe rasti i Uzunit. Do të kujtoj ndoshta ndeshjen me Serbinë, ndeshja më e mirë e tij. Dhe teknikët mund ta konfirmojnë që rëndësia e tij është dhe në fazën mbrojtëse të skuadrës, sepse është një lojtar punëtor i cili nuk rezervohet të kthejë të ndihmojë skuadrën dhe në fazën mbrojtëse, më tej shpejtësia e tij. Dhe ana realizative, ajo që unë do doja që të fshihte Uzuni për të bërë më të mirën është ana emocionale, që unë shikoj ndoshta kur luam për ekipin kombëtar është më emocional se sa duhet dhe kjo ndoshta i prish pak punë cilësive të tij për të shfaqur ashtu siç duhet.
Ndërkohë një tjetër sulmues i rëndësishëm i kombëtarëve shqiptarë, që fakt pothuajse gjithmonë është titullar i ekipit të Silvinios, është edhe Reimana, i cili duket sigur ka gjetur formën e tij në kampionatin turk, duke shënuar dhe duke asistuar në ndeshjen e fundit. Riza vazhdon, duket sigur është rilindur Manaj, pavarësisht se edhe në aventurën e tij të mëparshme ka pasur, le të themi, performanca të mira, por duket sikur i përshtatet shumë kampionatit turk, karakteristikave të tij. Ai përshtatet shumë shpejt, po kjo vjen edhe për faktin që është mirë pritur nga ekipi i tij, pra qoftë nga tifozët, qoftë nga trajneri, qoftë nga ajo që quhet dëshira e madhe që klubi ka se ky do të jetë shpëtimtari i tyre. Pra nëse të ngrihesh në këtë nivel, do thotë që ti je shumë i rëndësishëm, dhe kur je i rëndësishëm detyrimisht që ke edhe aftësitë tua profesionale, cilësitë në futboll të cilat i shpreh. Mendoj që të shënosh gol ashtu siç tha edhe trajneri Bushi për një sulmues është shumë e rëndësishme. Ndoshta e pa kuptim duket, por rritet në aspektin e cilësisë sportive, rritet me 50%, me 60% vetëm brenda ndeshjes. Pra nga momenti që shënon golin, ti luan gjithmonë më mirë. Dhe nëse kjo vazhdon, pra ka ritmik, nuk ndalon asnjëherë nga një ndeshje tjetër, ti je gjithmonë në një top form. Dhe ku ta gjejmë më mirë se sa të kemi lojtarë të tillë në këto 4 javë që kanë mbetur deri tek ndeshja finale që kemi në Varshavë. Ndërkohë Bushi i ka luajtur kampionatin turk, si e shikon inkuadrimin e Manajt? Ai ka pasur sukses në fakt më parë tek i njëjti ekip, u rikthye si hero, si shumë i dashur nga publiku patjetër. Si e shikon? Manaj ka një nivel shumë mirë, ka një potencial shumë të madh, do të thënë mendoj që mund të luajë në ekip më të mirë se Sivasspori. Sivasspori është kategori të parë, në Superligë. Por ka pas një ndjenjë, si duket me klubin është i lidhur dhe si duket këtë 6 muaj ka menduar që të luajë atje, po prisej që të luajë në nivel më të lartë. Patjetër që ai ka gjitha mundësitë për të luajë, sepse është një lojtar shumë i mirë, nga më të mirët sulmues që kemi ne. Por te kategoria e parë nuk është se është e lehtë në Turqi, pra do ta ketë atë ritmin për të ndeshur me Polonin që ai të jetë gati, se kategoria e parë në Turqi ka lloj niveli, nuk është se është pa nivel. Edhe momenti ka shënuar dhe ka dhënë asiste dhe është një plus tjetër akoma. Mund ta ndihmojë ndoshta, mund ta ndihmojë ndoshta për atë që na duhet. Kujtoj Pipo Inzaghi thoshte që kur kthehesh nga ai dëmtim i gjatë, merrja lojtar të moshave më të vogla, i vija si mbrojtës që unë të shënoja dhe të fitoja besimin. Dhe ndoshta Manajt, shënimi golave në një kategori më të ulët ku e ka më kollaj, mund të rrisë formën, besimin, sepse sigurisht që në 2 ndeshjet do na duhen gola. Dhe na duhet patjetër një sulmues që të godas portën, të shënojë të ketë besim. E rëndësishme është kjo, patjetër që po edhe unë mendoj si Kristo, në momentin që luan, por sa ai është vetëm një 6 mujor që po bën në kategori të parë, nuk është se do të luajë gjithkohës aty, sepse nuk është ritmi i Superligës kategori e parë. Në momentin që ti rri 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, pastaj fillon e ulet niveli dhe niveli jot. Po mendoj që është për një kohë të shkurtër, mund ta ndihmojë edhe për ndeshjen me Polonin që të jetë sa më gati. Patjetër, mbetet për të parë se do të shkojë. Ndërkohë Kristo ngelemi përsëri në Turqi, sepse në fakt duket sikur është bërë një destinacion për lojtarët shqiptar Turqia. Lojtarët tan Aslani, Laçi, Muçi po ashtu kanë dhënë performanca të mira, duke dhuruar raste në fakt në këtë fundjavë. Si e shikon performancat e tyre? Tani, Laçi më duket lojtar i konfirmuar edhe pa vajt në Turqi, ka një rendiment konstant, mendoj sigurisht që ne presim më shumë nga Aslani, i cili ka pasur atë penalizimin e tij duke qenë tek një skuadër e madhe si Interi, nuk ka arritur pra të ketë minutazhin e dur. Besoj dhe shpresoj që të rritet dhe Aslani që të shfaq ato cilësitë e tij më të mira, të marrë ai formën e dur, sepse ai është lojtar shumë i rëndësishëm për atë që ne duhet ndërtojmë në manovër. Pastaj Muçi ka qenë gjithmonë një pikë pyetje në opinionin sportiv. A duhet të jetë, as duhet të jetë, a do të jetë, as do të jetë, a do të jetë titullar apo jo? Ndoshta një pyetje për teknikët me Muçin, a duhet të ndryshojmë ne skem për cilësitë e tij për ta pasur një lojtar të rëndësishëm? A mund ne të ndryshojmë skem për 2 ndeshje kaq shumë të rëndësishme apo është një eksperiment? Pastaj mbetet për të parë, po mua më gëzon forma e tij, është lojtar shumë cilësor që ne e njohim. Pastaj duhen parë ekuilibrat e skuadrës, lojtarëve që kanë qenë, lojtarëve që janë, si mund të hyjnë në formacion Muçi, nuk e di. Mbetet për të parë gjithsesi. Riza, ndërkohë mbetemi përsëri tek Aslani, Laçi dhe Muçi, konfirmojnë formën e tyre të mirë. Aslani pati një lloj vështirësie, po themi në fillim, por duket sikur e ka fituar edhe dashurinë e publikut. Muçi i rikonfirmuar, sepse në fakt e diskutojmë çdo javë. Laçi po ashtu ka pasur një mbërvajtje shumë të mirë me klubin në vijim. Për Aslanin nuk kisha fare dyshime që procesi i përshtatjes do të ishte shumë më i thjeshtë se sa i një lojtari tjetër, për faktin që është një lojtar e para central, e dyta punon mirë me të dyja këmbët, me majtën me djathtën, është i bluz, pozicionin në fush i jep mundësi që të jetë kontakt edhe në vrapim të vazhdueshëm gjatë gjithë kohës. Pra ky proces është më i shpejtë dhe nuk bie ndesh me diçka,
Nëse unë them që një sulmues mund ta ketë pak më të vështirë procesin e përshtatjes kur ndron ekip brenda një kohe të shkurtër, pra midis periudhës së dhjetor dhe janar, sepse nëse nuk shoqërohet me shënimin e golave, atëherë hyn procesi frenues psikologjik i këtij sulmuesi dhe nuk arrin të përshtatet në një kohë të shkurtër. Ndërkohë që për një lojtar si Aslani, shënimi i golit nuk është diçka që duhet ndodhë se s'bën që të përshtatesh. Pra nëse pason jashtëzakonisht mirë në ato zonat e mesfushës që pasimet janë të shpeshta dhe të sakta, do thotë që ti fiton një besim tek vetja. Mjafton diçka më e thjeshtë. Më e thjeshtë për ta bërë procesin më të lehtë. Patjetër. Ndërkohë, mbarojmë këtu, në fakt mbyllim këtu me lojtarët e kombëtarës sa dhe fokusohemi te kombëtarja U21. Kemi zyrtarizuar ndeshjen e parë miqësore të muajit mars, në datën 27 mars, ndaj Japonisë, ndërkohë presim për të zyrtarizuar edhe ndeshjen e radhës. Bushi, si po shkojnë përgatitjet në sensin e përgatitjes së listës së madhe të lojtarëve që do të ftohen, më pas listës së lojtarëve të grumbulluar, si shikon kundërshtarin e konfirmuar për momentin, por e di që është po bëhet punë, vetëm mungon detaji i fundit për të konfirmuar dhe ndeshjen e dytë. Po janë dy, shpresoj që të bëjnë dy ndeshje. Një është e konfirmuar tashmë me Japoninë, shpresojmë që të ndeshjen e dytë ta konfirmojmë. Janë ekipe shumë të forta, ekipe që ne i konsiderojmë, jo, nuk mund të them të nivelit ton, por ekipe që do t'i kemi në Europian dhe do të përballemi me këto ekipe dhe na bën mirë që do të ndeshemi me këto. Ekipin tashmë lojtarët e U21 që do të grumbullojnë për këtë radhë janë lojtarë që do jenë disa që do ta kenë për herë të parë dhe që nuk kanë qenë me ekipin ton për t'i provuar, për t'i parë sepse kanë bërë mirë në kampionatet e tyre, po ashtu edhe në kampionatin shqiptar, që do jenë disa që do vinë për herë të parë. Edhe mendoj që do na bëjë mirë si ndeshje, do na bëjë mirë sepse u bë kohë gjatë. Pra kishim krijuar një goxha atmosferë me ekipin, goxha ndjenja me ata, edhe me ndeshjet i kemi pas rezultate pozitive, 3 ndeshje, 3 fitore, pa psuar asnjë gol në ndeshjet e fundit. Na kanë munguar këto ditë që jemi me ata, shpresojmë që tani të jemi pothuajse 10 ditë bashkë, të bëjmë 2 ndeshje, pastaj në qershor kemi prapë 2 ndeshje me ekipe shumë të forta edhe në qershor, që të përgatitemi për Europianin. A kemi presim emra të rinj në këtë grumbullim? Po kemi, dhe thash edhe pak më parë që kemi 4-5 emra të rinj që do t'i shohim, mund të lejmë pa marrë disa lojtarë që mund të jenë në vazhdim me ekipin tonë U21, por tani do të shikojmë lojtarët e tjerë. Pra këto janë miqësorë që t'i japin mundësi që ti edhe të provosh lojtarët që i kenë dilema për t'i parë me një kundërshtar të fortë, pra sepse unë mendoj që kampionati jonë nuk është matës përballur kombëtarët e U21 siç janë nivelit evropian, Gjermania, Franca, Hollanda e tjerë. Kurse këto miqësorët e japin mundësi që një lojtar që po paraqitet mirë këtu ta përballësh edhe me lojtarët e fortë atje dhe për të parë se çfarë niveli janë. Ndërkohë ti Bushi ke thënë që nuk është se beson shumë në miqësorë në sensin duke qenë se jemi përpara kampionatit U21 dhe këto janë në fakt pothuajse si ndeshje kualifikuese në sensin e rëndësisë që kanë edhe për lojtarët edhe për atë krijimin e një lloj dinamike të skuadrës, e ke krijuar një lloj grupi, le të themi, ose ke krijuar në sensin që nuk kanë ndeshje që janë thjesht miqësorë, nuk janë testuese. Jo, për ne janë oficiale, këto do të thua që kam thënë për ne janë oficiale, patjetër e vlerësojmë shumë, ne e vlerësojmë maksimalisht, dhe po të thjesht të dhomat e çveshjes përpara se të fillojë ndeshja, është një ndeshje si të thuash për jeta vdekje për U21-shin. Sepse në kështu do t'i vlerësor sepse kundërshtari thashë në qershor 2027, ai do kemi përballë do të jetë shumë i fortë. Aty duhet të jesh 100% fokus, 100% i përgatitur me disiplinë, që unë se kam fare problem të, sepse do janë ashtu dhe ne tashme kemi krijuar atë strategjinë tonë, atë si thush lojën tonë, pra loja jonë bazohet tek shpirti, tek zemra, tek sakrifica për ekipin, për lojtarët, sepse cilësi nuk është se kemi shumë, nuk kemi cilësi sa i ka Franca dhe Gjermania dhe Hollanda. Edhe që të mundesh një kundërshtar si ata, ti duhet t'japësh maksimum 200% nga vetja, 200% mendim për të ndihmuar shokun, për të sakrifikuar për të, për ekipin, për bluzën, që të arrish t'i marrësh pikë ose t'i rrafsh ata. Kështu që ne këtë e kemi krijuar, kam shumë besim ke ata, edhe mezi përpres që ndeshje me Japoninë të vi sa më shpejt dita që të përballemi me ta. Patjetër. Ndërkohë një tjetër element i rëndësishëm fakti i ndihmës, le të themi, të kombëtarës U21 është fakti që ndeshjet zhvillohen në Shqipëri. Krisa është një event shumë i rëndësishëm për sa i përket zhvillimit të futbollit shqiptar, por edhe rëndësisë që ka, po themi, një organizimi një niveli të tillë në Shqipëri. Ti e ke ndjekur kombëtarën U21, ke parë ka shumë talente të cilët fakt janë bërë më pas pjesë e rëndësishme edhe kombëtarës A, si e ke parë këtë lloj rrugtimi dhe si e parashikon, le të themi, pas 2 vitesh? Patjetër që gjithmonë, historikisht, kombëtarja e shpresave apo U21 ka qenë kombëtarja e cila zbulon talentet do të shërbejnë më vonë ekipit kombëtar.
por sigurisht pastaj që duhen rezultatet që këta lojtarë apo grup lojtarë, sepse mund të bëhet fjalë për një grup lojtarësh, janë një skuadër bashkë dhe pastaj së bashku janë më skuadër kur janë lojtarët e ekipit kombëtar. Duhet të mësohen edhe me ndeshje të mëdha, duhet të mësohen edhe me mentalitetin fitues, duhet të mësohen edhe me përballjet me sfidat e forta. Për sa i përket pastaj kampionatit evropian që do zhvillohet në Shqipëri, sigurisht që është një arritje shumë e madhe për shumë arsye, për zhvillimin e futbollit ton, për zhvillimin edhe të ambienteve. Ne pam edhe çfarë ndodhi me kampionatin e 17 vjeçarëve që pati ndryshime cilësore pozitive në ambiente dhe edhe në mentalitetin e lojtarëve dhe sigurisht që kur bëhet fjalë për një kampionat të 21 vjeçarëve, rëndësia bëhet më e madhe. Janë kampionate të cilat ne i kemi ndjekur vazhdimisht sepse janë shumë interesante, edhe me emra të rëndësishëm sepse Bushi mund ta konfirmojë, në kampionatin e 21 vjeçarëve janë lojtarë që luajnë edhe në ekipet e para në kampionatet e rëndësishme, janë emra të njohur, apo ka pas emra që më pas janë për të njohur, që shpresojmë të ndodh edhe për lojtarët tanë. Jo, nëse janë 99.9% janë gjitha kështu në ekipet e para. Po pra, po jo, ka pasur raste për shkak që një element është identifikuar aty dhe më pas është rritur, është bërë i madh, mos themi dhe emra si Pirlo e tjerë në kombëtarët e 21 vjeçarëve të. Jo, duhet të them që luajnë në kampionate si Premier League, Premier Division, po pra, janë lojtarë që luajnë dhe ka pasur zbulime që më pas janë bërë emra të mëdhenj, këtë po them. Po, për shembull pyetja që me Japoninë përse arsye teknike e zgjedhjes kësaj miqësore, çfarë kërkon ti të shikosh tek kjo miqësore, cili është fokusi kryesor tek kjo miqësore? Jo, nëse kishim luksin të zgjedhim, nga që ne jemi kualifikuar direkt me gjithë Serbinë dhe është e vështirë të gjejmë kundërshtar, sepse kundërshtarët janë nesh oficiale dhe vetëm mundësia vetëm ishte Japonia dhe një ekip tjetër që jemi tratativa për ta realizuar si ndeshje. Sa përqind të skuadrës ke ti bazë që e ke në kokën tënde që nuk ndryshon? Apo kjo është? Jo, mendoj që ne ndryshojmë nga, domethënë sa herë që gjejmë elemente të ri, fillon dhe mendja ndryshon. Pavarësisht se unë mendoj që pothuajse e kisha të bërë si ekip, ose lojtarët e formacionit 4-5-6 lojtarë mendoja të sigurt, po duke skautuar mirë, me ndihmën e skautëve tanë që kemi në Europë, mendoj që gjërat po ndryshojnë, edhe po vinë lojtarë, patjetër që po. Ku e ke vështirësi më të madhe? Më falë fundit. Vështirësi më të madhe që në mbrojtësat i kemi, domethënë me pikatore. Edhe në kampionatin shqiptar s'ka, po edhe jashtë nuk po ka. Ka qenë Gerti Çaçani këtu, nuk i është dhënë mundësia të bëj asnjë pyetje, po meqense ti je milion, vazhdon në 3K tani. Nuk e kisha qenë. Profesor Bushi. Po. Unë mendoj që fakti që nuk luajmë ndeshje zyrtare me ekipin e vjeçar është një problematik që krijohet në 2 vjet kohë. Se mos luash një herë një ndeshje zyrtare, okay, mos luash 2 herë, por në 2 vjet kjo dhe mendoj që organizatorët duhet ta kenë zgjidhur, duhet ta zgjidhin në një mënyrë tjetër. Ka pasur raste që ekipi i cili është organizator i kampionatit evropian të 21 vjeçarëve ka marrë pjesë në grupet e kualifikuesve, por nuk ka marrë pikë dhe po ama ndeshjet kanë qenë zyrtare. Unë mendoj në këtë aspekt ti ke qenë se të thoja, kujdes me Lenitën se ti do t'i mbaj mend gjithë bisedat që bën. Se kjo është një histori e diskutuar paktën 6 muaj, 7 muaj përpara, apo jo? Po, e vërtet është. Gjithsesi, shfokusim fokusin tani nga kombëtarja U21, sepse kemi hapësirë për të folur në vijim edhe në mars. Fokusohemi te kombëtarja A e vajzave, e cila ka nisur në fakt grumbullimin në Shkodër, ku po përgatitet për ndeshjet e rëndësishme për edicionin e rikualifikues të botrorit Brazil 2027. Grumbullimi po zhvillohet në Shkodër dhe janë 2 ndeshje që do të zhvillohen ndaj Malit të Zgjidhur dhe ndaj Çekis në Loro Boriçi në vijim. Ne do të kemi një lidhje direkte tani nga Shkodra me trajnerin e kombëtarës së vajzave Armir Grima, i cili do të na flas pak se si po shkojnë përgatitjet edhe çfarë objektive, çfarë presim nga këto ndeshje patjetër. Përshëndetje. Përshëndetje trajneri Grimas. Si jeni? Si po ju shkon akomodimi, le të themi, tani sapo ka nisur grumbullimi? Po besoj që jemi mirë, jemi në ditë të para. Vajzat janë të organizuar mirë, kanë ardhur me dëshirë dhe duhet ta shfrytëzojmë këtë moment mirë që ne kemi për të vazhduar të eliminatorë edhe më të mira. Ndërkohë keni grumbulluar 24 futbolliste. Sa i kënaqur je me listën të grumbulluarve dhe si është atmosfera në ekip ndërkohë? Unë jam i kënaqur me listën sepse ne të drejtën kemi përzgjedhur 10 vajzat. Okej, pesha kryesore bjen te vajzat që kanë më përvojë dhe janë më
që kanë marrë barrën kryesore në këto ndeshjet e kombëtares. Gjithatë jemi të kënaqur dhe shpresojmë që t'i hapim rrugën e vajzave të reja, të afrohen te ekipi A dhe të kontribuojnë sa më shumë për futbollin e femrave në Shqipëri. Ndërkohë, i nisni këto kualifikuese në transfert ndaj Malit të Zi, si e vlerëson këtë kundërshtar? Ne është ekip që e njohim, unë e njoh në detaj realisht, është një ekip që ka vajza që ka vite që luajnë bashkë, kanë shumë përvojë në arenën ndërkombëtare. Kanë një mjaft mirë dhe e vlerësojmë si skuadër, megjithatë ajo që ne pretendojmë nga kjo ndeshje është që të marrim fitoren. Ndërkohë, në datën 7 mars rikthehemi në Shqipëri për të luajtur në Loro Boriçi ndaj Çekisë, një kundërshtar tepër i vështirë, besoj. Si e vlerëson Çekin në këtë rast? Realisht ne njohim Çekin, kemi luajtur edhe sezonin e kaluar me Çekin, e dim forcën edhe kundërshtarin që kemi përballë, por fokusi jonë për momentin është tek ndeshja e Malit të Zi, që është shumë e rëndësishme për ne. Pastaj, mas asaj kemi kohë dhe ditë për të menuar edhe më gjatë për Çekin. Por e dim që kemi një grup vështirë, me kundërshtar të vështirë, që duhet t'japim maksimumin për me bërë më të mirë. Ndërkohë kemi diskutuar edhe më parë, në fakt pas suksesit në Nations League ku siguruat qëndrimin në Ligën B, a ju ka motivuar ose a i ka rritur për të shmërit ky sukses gjatë Nations League tani tek objektivat e rinj për kualifikuesit e botrorit? Por realisht është jemi e shohim veten më nësh, jemi vajzat e janë ose po thojmë më mirë nga ana emocionale. E shohin veten që janë më të forta dhe unë jam i bindur që ata kanë mundësi për të dhënë më shumë. Dhe kjo na drejtë që të pretendojmë diçka më shumë përveç se sigurimit të qëndrimit në Ligën B. Po duke folur pikërisht për objektivin, cili është objektivi për këto kualifikuese të botrorit? Objektivi kryesor është të rrim këtë ligë, të vazhdojmë të rrim. Pastaj duke forcuar skuadra me element të ri, normalisht që do të pretendojmë diçka edhe më shumë. Dhe futbolli kup nuk i dihet dhe asnjëherë nuk dim çfarë mund të ndodhë në këtë futboll. Besoj që kemi mundësi ose kemi dëshirë për të arritur ambicet dhe për të shikuar më lart. Riza, ti e marrë goxha me futbollin e vajzave, një shumë mirë, si shikon këto dy ndeshje? Bëjmë pak një lloj diskutimi të tre. Te shikoj si një derbi midis Shqipërisë dhe Malit të Zi. Pavarësisht se ndeshja do luhet atje, nuk besoj se do ketë një rol fusha, por gjithsesi ndeshja është shumë e fortë, shumë interesante për tu parë. Shpresoj dhe besoj që ekipi e fiton ndeshjen. Edhe në raport me ekipe, kampioni e Shqipërisë do nisë me kampionin e Malit të Zi ka ndryshime. Pra, në përgjithësi, vajzat tona, sipas mendimit tim, nuk e di tash se trajneri Grima edhe mund të më korrigjoj, po unë mendoj që ne kemi një ekip më të mirë dhe shpresojmë që ta fitojmë ndeshjen atë. Urojmë faktë që të ndodhi kështu. Ndërkohë, Grima, keni ndonjë thirrje për tifozët duke qenë se ndeshja luhet në Shkodër edhe është shumë e rëndësishme patjetër që të ketë edhe mbështetës në skallët e stadiumit për vajzat? Po ne kemi një fat që luajmë në Shkodër, realisht në Shkodër nuk ke shumë nevojë me bë thirrje për marrë stadium se ata kanë vetë gjakat punë, por sa që kemi luajë në Shkodër ne kemi pas shikueshmëri shumë të mirë. Kemi pas përkrahje jashtëzakonisht madhe dhe atë pres realisht. Dhe normalisht ju them që do shohim një Shqipëri edhe më të bukur edhe më të mirë dhe ne si gjithmonë do mundona që mos i zgënjejmë ndeshjen me Çekin. Ju urojmë shumë suksese. Dhe besoj që do vi. Ju urojmë shumë suksese dhe shpresojmë që të ktheheni me fitore nga Mali i Zi dhe sigurisht që do të jemi aty për t'ju mbështetur në ndeshjen në Loro Boriçi. Faleminderit shumë. Sukses edhe ju. Faleminderit, ditë të mbarë dhe grumbullim të mbarë. Kemi zhvilluar një intervistë me trajnerin Armir Grima, trajneri kombëtares A të vajzave, i cili në fakt na tregoi pak disa detaje nga nisja e përgatitjeve të kombëtares së vajzave në Shkodër fillimisht për ndeshjet e vlefshme për kualifikueset e botrorit 2027 në Brazil, ndaj Malit të Zi dhe më tej ndaj Çekisë, ndeshje shumë të rëndësishme. Kristo, e ke ndjekur kombëtaren e vajzave edhe në stadium, qoftë ndoshta edhe me anë të komenteve se Sigurisht, në atë komenteve jo nuk kam pas mundësin, por sigurisht në atë që na premton koha për të ndjekur, patjetër që i kam ndjekur. Ajo që unë do doja të thoja është që në gjithë botën tashmë, në Evropë kryesisht, por dhe në Shqipëri ka një zhvillim të dukshëm dhe një mbështetje, një shtys si nga UEFA dhe nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe shikohet që ka një masivim më të madh, pra
për pjesëmarrje masive më të madhe të vajzave në futboll. Ajo që unë do doja të thoja është një këshill që do duhet të promovohen pak më shumë, sepse qëllon që ne i ftojmë dhe në emisione dhe refuzojnë të vinë. Ato janë frymëzim dhe për vajzat të tjera që ndoshta duan të luajnë, por janë ende të ndrydhura nga shoqëria, nga vendet ku ato janë, dhe do duan një stimul më shumë, sepse është një zhvillim shumë i rëndësishëm për futbollin, që të promovojnë lojtarët më të mira, ato që mund të japin mesazhet e duhura, tregojnë historitë e tyre për të qenë, sepse ky është dhe qëllimi në fundit, që të jenë frymëzim edhe për të tjerët. Pra vetëm kjo do të ishte këshilla ime. Patjetër, ne faktikisht në Federatën Shqiptare e Futbollit është bërë vazhdimisht, janë bërë workshope, janë bërë lojtarët dhe për trajnerët që kjo vjen edhe me eksperiencën, Kristo, domethënë djemt janë mësuar pak më tepër të kenë intervista pas ndeshjes, çdo gjë tjetër, por që po punohet patjetër edhe në atë drejtim, në shumë drejtime, jo vetëm me kombëtaren, por edhe në përgjithësi me ndërgjegjësimin e shoqërisë, me barazinë gjinore në futboll. Okej, mbyllim këtu diskutimet për kombëtaren e vajzave dhe kombëtaren 21 dhe lojtarët e kombëtares, do të shkëputemi për pak publicitet, do të rikthehemi të flasim për javën 25 të Abisnet Superiore. Jemi rikthyer në studio, tani do të fokusohemi tek Abisnet Superiore, java 25 që ka prodhuar rezultate interesante. Në fakt është mbyllur, le të themi, ai cikli i fitoreve të vllaznisë, duke u ndalur nga Bylisi në një rezultat 2-1, ndërkohë që Partizani vijon me formën të mirë dhe në fakt futet në garë për të qenë pjesë e Final Four, edhe nga ndalja me të njëjtat pikë të barabarta në fakt me Dinamon. Ka pasur rezultate goxha interesante. Ndjekim tani tabelën e rezultateve dhe të klasifikimit. Egnatia Dinamo City 1-0, Bylis Vllaznia 2-1, Elbasani Vora 2-1, Tirana Teuta 0-1 dhe Flamurtari Partizani 1-2. Ndërkohë që ndjekim dhe klasifikimin, Vllaznia në vendin e parë me 48 pikë, Egnatia me 46 pikë, Elbasani 45 pikë, Dinamo City 36, në njëjtën numër pikësh me Partizani, po me 36, Teuta 33 pikë, Vora 26, Bylis 23, Tirana në vendin e parafundit me 21 dhe Flamurtari në vendin e fundit me 20. Bushi, si e ke parë javën 25 të Abisnet Superiore? Rezultate, le të themi, surprizuese apo të pritshme në këtë pikë? Surprizuese, më duket vetëm Bylis, edhe që fitoi kundra Vllaznisë vendit parë, edhe Teuta që fitoi kundra Tiranës, le të themi. Surprizues, megjithëse Tirana ka kohë që nuk është mirë, por prapë mendoja që këtë ndeshje Tirana mund ta fiton, i duhet ta fitonte, sepse është në pozita shumë të vështira. Kurse Bylisi me Vllaznia, nga Vllaznia e pash ndeshjen e parë me Vorën, e pash live, ishte një ekip që pavarësisht se fitojnë Vorë, po Vora luajti më mirë se Vllaznia dhe mendoj që Vllaznia ka ekip pavarësisht vend parë, nuk është dominant në lojë, pra nuk krijon lojë, po i zgjidh situatat në mënyrë individuale. Dhe mendoj që ka ekip të fortë, patjetër është komplet me merit që është atje, sepse ka ditur trajneri Martini të zgjedhë lojtarët e duhur. Por më pëlqen më shumë Dinamo se si luan futboll. Nga komplet ekipet shqiptare, Superligës shqiptare, Dinamo para ka luan një futboll të bukur që të kënaq kur e shikon. Kurse këto ekipet e tjera janë shumë pragmatiste, siç është Vllaznia, merit e gjithë lojtarëve, stafit që kanë ndërtuar në atë lloj mënyre për të fituar, sepse kanë vite kohë pa fituar kampionatin dhe duan ta fitojnë, nuk mendojnë për mbase për të krijuar. Shikon që ka potencial Vllaznia këtë vit për ta marrë kampionatin? Sigurisht është dhe Final Four në lojë. Ka lojtarë individualisht i ka shumë fort, edhe bëjnë diferencën. E pash ndeshje me Vorën, nuk më surprizoi si ekip si lojë, Vora luajti më mirë se Vllaznia, pati më shumë raste se Vllaznia për të shënuar, por eksperienca e bëri që mos ta fitonte atë ndeshje. Vllaznia ka eksperiencë, ka lojtarë që mund zgjidhin situatën. Mendoj që nëse shkon në Final Four me diferencë prej 3 pikësh, do ta ketë shumë thjesht për ta marrë për Final Four, nëse shkon me diferencë 3 pikësh. Okej. Kristo, ndalet Vllaznia pas 7 fitoresh radhazi, ishte në një ritëm le të themi shumë të mirë, ishte shumë bindse në krye të klasifikimit, është ngushtuar tashmë edhe diferenca. Si e shikon pozicionimin e saj në krye të tabelës, por ndërkohë edhe performancat? Gara është e fortë, do të betet e fortë edhe për ato që Bushi tha, vetëm Dinamo dhe Egnatia është ekip shumë i fortë, edhe Elbasani është një skuadër cinike e cila po merr rezultate, kështu që gara është e fortë dhe sado që një skuadër tenton të shkëputet gjithmonë me një ndalesë të tjera të afrohen. Vllaznia u ndal pas 7 fitoresh rresht, por Vllaznia ka një ekip shumë cilësor, ka element vërtet dhe të vendosur në rolet e tyre, pra i ka thuajse të gjitha rolet të paktën të mbuluara, në mos të dubluara. Sigurisht që Martini e ka thënë
në javët e fundit që në Shkodër nuk intereson më loja. Mësuar me lojën e bukur, por ajo mungesë e fitimit të kampionatit, tani ata kërkojnë ta rikthejnë kampionatin me çdo mënyrë dhe janë shtruar në një skuadër cinike. Kujtoj që ato 7 fitore ishin gjitha me rezultat pak në 6 fundit jam i sigurt 1-0. Që do të thotë që ata donin vetëm rezultatin. Tani, ndalesa në Ballsh ndodh, Byllësi është një skuadër e mirë, e cila herë shfaqet e tillë në fushën e lojës, herë jo, por është një skuadër e mirë. Për më tepër që vllaznisë mungonin edhe lojtarë të rëndësishëm sepse mungonte Gurishtaj, mungonte Kastrati, mungonte edhe Bekim Balaj, që edhe mund të ndikojnë. Por dhe qëllon, shpërdori dhe raste vllaznia në atë ndeshje, por një kampionat të gjatë dhe në një statistikë që unë kisha nxjerr në 10 sezonet e fundit më rezultonte vetëm Partizani Starovës që shkonte me 9 fitore rresht dhe nuk kishte më shumë se 7 asnjë skuadër. Janë shumë, por sigurisht që ky është kampionati, pra është e vështirë që të ecësh për më shumë se kaq. Kaq vllaznisit kanë mjaftuar të mbajnë vendin e parë dhe të ruajnë një distancë deri diku sigurie me ato që e ndjekin. Pastaj kampionati vjen të jetë i gjatë. Nëse bën 7 fitore radhëzi, humbjen mund ta shikosh në një proces normal futboll. Aksidental. Jo aksidental. Humbja mund të çojë ty në riorganizimin tënd. Pra ti u mbet një ndeshje dhe aty motivohesh shumë më tepër për 7 ndeshjet e ardhshme dhe nëse kjo do vazhdojë me ecuri pozitive, aq më mirë që ka ndodhur një humbja e ndeshjes në këtë pas 7 fitoresh. Kështu që duhet marrim në aspektin pozitiv kur një ekip e humbet një ndeshje dhe çfarë të mirash mund sjell humbja. Pra super motivim për javën e ardhshme. Ndoshta java e ardhshme mund të jetë ndeshje edhe më e fortë se sa Tirana të premte. Ja, pikërisht. Pra në këtë aspekt do thoya që edhe pa oscilacion është e vështirë që të ketë kampionat të rëndësishëm. Pra është e pamundur që ne të kemi një kampionat me 10 ekipe në këtë lloj gare, në çdo lloj pozicioni dhe ekipet kenë stabilitetin e rezultatit. Pra nuk mund të fitosh 10 ndeshje, 15 ndeshje, 20 ndeshje, nuk ka mundësi të ndodhë ajo. Është rivaliteti dhe ajo është shumë e madhe. Në këtë aspekt për vllaznin është okay, sa kohë mund të kthehet në formën e saj më të mirë në fitore që nga java në vazhdim. Vetëm për të parë në javën 26, ndërkohë Partizani vijon ecurin pozitive duke triumfuar ndaj flamurtarit me rezultatin 2-1. Rezultat që në fakt Partizanin e vendos në një pozitë goxha të favorshme Bushi sepse është në pikë të barabarta me Dinamon, pra lufta për Final Four është e hapur dhe sigurisht që edhe mund të bëhet pjesë e Final Fourit në fund. Si e shikon pozicionin e Partizanit aktualisht? Po është ngritur javë të fundit, është ngritur shumë, edhe ka plotësisht merituar, edhe vendin që ka aty dhe fitoret që i ka bërë. Pra kanë qenë në bazën e një ekipi ka fituar në një ndeshje pa merit, ka luajtur dobët dhe ka fituar, kurse Partizani ka bindur dhe në lojë dhe në rezultat. Mendoj që ka bërë shumë mirë dhe në aktivizimin e lojtarëve dhe në gjetjen e pozicioneve të lojtarëve. Më ka pëlqyer se si është organizuar së fundmi Partizani. Mendoj që do të jetë fort për ta kapur final, për ta kapur kaqen, do ta ketë vështirë sepse Dinamo është ekip shumë i fortë dhe mendoj që i kanë munguar shumë lojtarë sepse Dinamo do duhet ishte më lart. Po edhe Partizani do të jetë një ndjekës i mirë, besoj. Deri në fund do të jetë me Dinamo, do të rivalizojë mirë. U është afruar edhe Teuta që mund të jetë një ekip që mund të bëjë një surprizë. Në kuptimin që mendojnë Dinamo Partizani, po Teuta po vjen tamam se do në ndecet. Po ndërkohë, Bushi duke qenë se jetë trajner, si vlerëson punën e Oltion Kërnajës tek Partizani aktualisht, sepse duket që ka pasur një tarim pak. Jo, kur flasim mirë për Partizanin, patjetër që gjithë meritat janë të trajnerit, në kuptimin tekniko-taktik. Pastaj nuk mund të funksionojë një ekip nëse ti je mirë vetëm nga ana teknike taktike, por duhet të kemi sër gjërash, nga ana organizative, administrative, gjetja e lojtarëve. Pra, komplet klubi Partizanit funksionon mirë. Trajneri ka meritën më të madhe sepse e ka marrë Partizanin me pak pikë nga vendet e fundit, e ka ngritur aq lart, po gjithashtu edhe mendoj klubi i tërë, pra është një klub serioz. Partizani është një klub serioz që mendoj që sado oscilacione do të ketë gjatë viteve, do ketë një vit që s'do jetë mirë, s'mund të marrë pjesë në Europë, po do të jetë aty gjithmonë siç ka qenë fatikisht, po tani në mënyrë më moderne. Kristo, si e pe këtë ndeshje? Në fakt ishte dhe vendimtar, në fakt pritja penaltis nga portieri Pano Qirko. Për Partizanin do ta quaja vazhdimsi të ndeshjeve të fundit, që ka një pjesë loje, një minutazh të mirë, që luan shumë mirë, madje edhe habitshëm shumë mirë. Kjo fal edhe disa prurjeve të reja. Kam përshtypjen që Kërnaja tani, përveç ideve të tij që dhe ndryshon ndonjëherë gjatë lojës, ka gjetur elementet e dur për atë që i duhet në lojën e tij. Një prurje re si Dibej, i cili në 2 ndeshje rresht ka dalë lojtari më i mirë, duket që ka një tjetër hap dhe e ndihmon shumë Partizanin.
Tani te Partizani ka edhe diçka tjetër që në fillim të sezonit ka pasur shumë probleme me dëmtimet edhe me formën e lojtarëve të cilët kanë ardhur jashtë forme. Shohim tani një lojtar si Human që kur erdhi në fillim u tha që është lojtari më i shtrenjtë i kampionatit, askush nuk po e kuptonte pse. Në javën e fundit kuptohet pse. Ka një rol shumë të rëndësishëm dhe është në një formë të jashtëzakonshme dhe ndihmon shumë repartin e sulmit me galopimet e tij dhe me pasimet që jep. Pastaj, brenda ndeshjes Partizani pati, ashtu si dhe në ndeshjet e fundit, edhe probleme duke e vuajtur presionin e kundërshtarit. Unë dhe flamurtarin e konsideroj një skuadër të mirë në elementet që ka dhe e vuri jo pak në vështirësi për të arritur edhe tek penalltia që ju thatë, që u fitua nga vlonjatët dhe u prit nga Qirko. Por Partizanit në këtë rast i shkoi mirë dhe tashmë ka kapur Dinamon edhe për shkakun se Dinamo në 2026 në skuadra e fundit në renditje. Pra me fillimin e vitit të ri, edhe me problemet që ka pasur formacion, me lojën që nuk arrin të prodhoj gola dhe mëtej nuk arrin të prodhoj edhe pik, ka qenë pra e fundit dhe kështu Partizani ka përfituar duke e mbritur. Tani, vetë presidenti Partizanit në një intervistë tha që Evropa është detyrim për Partizanin. Që do të thotë, Partizani ka dy mundësi tani. Pas fitores të Elbasan në ndeshjen e kupës, mund të kaloj këtë raund duke pasur ndeshjen e ekipit të shtëpi dhe të provoj ose nëpërmjet kupës, që është rrugë më e shkurtër por më e vështirë, ose nëpërmjet katërshes së kampionatit që të shkojë në Evropë, që për Partizanin, për shpenzimet që ka, është i detyrim. Kjo është një garë shumë e bukur, sepse të njëjta ato objektiva ka dhe Dinamo, e sigurisht ka dhe Elbasani dhe skuadrat e tjera, dhe mendoj do të jetë e bukur deri në fund. Dhe me atë që për Partizani dhe me Dinamon që mund të rikthehet shumë shpejt. Në fakt duket sikur objektivat kanë ndryshuar edhe për Teutën, sepse Teuta në fakt është një ndjekse e afërt le të themi Partizanit dhe edhe Dinamo Cityt, në fakt vetëm me 3 pikë diferencë, pasi ka mundur Tiranën 0-1, duket sikur është rikthyer besimi tek ekipi i Teutës dhe në fakt mund të synojnë vërtet Final Fourin, Liza. Pikët që ka grumbulluar deri tani e lejojnë që të ketë shpresa për të bërë një gjë të tillë. Kjo është një fitore e rëndësishme e Teutës në Tiranë. Edhe një detyrimisht që Tirana u rikthye në pozicionin e mëparshëm, pra e rënë nga kategoria për këtë javë, sepse një javë më parë ndohen në vendin e 8 nga fundi, që është rasti i play-outit. Mendoj që Teuta ka pasur ndeshje, ka zhvilluar ndeshje edhe më të mira se kjo ndaj Tiranës, por nuk ka arritur të fitojë ato, për shkak se s'ka shfrytzuar maksimalisht rastet që ka krijuar. Kurse në këtë ndeshje, pjesa e parë foli për Tiranën, ndërsa pjesa e dytë foli plotësisht për ekipin e Teutës, e cila e intensifikoi shumë sulmin dhe rastet që krijohet deri shumë rast deri në shënimin e golit, pra ishte një ndeshje me 2 tablo, detyrimisht që merr shumë merit ekipi që fiton në pjesën e dytë, sepse aty ku zhvillohet faza finale e një ndeshje futbolli, aty është edhe bukuria e saj, edhe aty tregohet dhe cili nga ekipet është më i përgatitur. Pra nëse 25 minuta e fundit një ekip shfrytëzon maksimalisht potencialin e tij, do thotë që është më i përgatitur se tjetri. Dhe kjo jo për faktin që e them unë, por edhe vetë nga ekipi i Tiranës. Humbja u shoqërua me zvendësimin e trajnerit. Ndërsa për 2 ndeshjet e para, se do të eventuale 2 fakte të tjera. E para kemi të bëjmë me 2 gola nga distanca, qoftë i Bylisit i parë, qoftë edhe goli i flamurtarit, të cilët janë spektakolar në mënyrë se janë shënuar dhe inkuroj të gjithë sportistët që të godasin nga distanca, sepse është një mundësi e jashtëzakonshme për të shënuar. E dyta që doja të evidentoja është ekzekutimi i penalltisë të lojtarit Partizanit, që është një rast për tu parë. Se është e veçantë, është në pozicion statik, pa hap, arrin ta shmang portierin nga momenti i gjuajtjes. Pra nuk arrin ta kuptojë dot se çdo të bëj sulmuesi. Kjo, po ta shikosh me vëmendje, është një nga rastet që unë se kam parë ndonjëherë në futboll që ndikush nga pozicion statik pa marrë vrut fare, pas një hap në vrut fare. Portieri priste të merrte vrut dhe aty ka befasuar. Dhe kjo, dhe e treta e shtova. Që e kam një 3, atë edhe një herë duhet ta komplimentoj ekipin e klubin e flamurtarit për ambientin, se ka super të financuar, të rregulluar, qoftë fushën edhe këtë, dhe për pjesën e dytë të ndeshjes saj që dhe ajo zhvilloi një ndeshje jashtëzakonisht të bukur. Pra ishte shumë emocionuese, pati shumë raste. Ajo i humbi rastet e saj, ndoshta edhe penalltin e humbi ishte në vazhdim e kësaj dhe kjo është arsye që pse nuk paktën ndeshja mund të ishte edhe presi. Bushi, ndërkohë Tirana u duk sikur në një moment të sezonit e mori pak veten, le të themi, por ndërkohë duket sikur kjo humbje e detyroi në fakt edhe të shkarkoj trajnerin dhe tashmë është Orges Shehu i cili është zyrtarizuar për 2 ditësh. Si shikon rikthimin e Orges Shehit, nga ana tjetër edhe curinë e Tiranës në këtë ndeshje? Me curinë e Tiranës nuk e shoh mirë, u bë kaq vite.
U bë kaq vite që ne flasim për Tiranë sepse duam ta shohim atje lart, po tani po flasim vetëm për ekipet, si thua, Egnatia, për ekipet e tjera, Dinamo që janë lart. Tirana u bë vite që është poshtë, nuk po e merr veten. Nuk është se nuk investon, po investon, buxhet ka, goxha buxhet madh, ka më shumë se ekipet e tjera që janë sipër Tiranës, por nuk ka organizim të mirë, nuk e di çfarë mungon. Kur një vit mund gabosh, 2 vite mund gabosh, pastaj kur bëhet viti 3 dhe viti 4, atëherë ka një problem thelbësor Tirana. Sepse bëhen dhe tjerët bëhen dhe publiku, tifozat bëhen merak për Tiranën, sepse është nga ekipet që bashkë me shumë titull dhe nga ekipet që krijon më shumë atmosferë. Dhe ne duam që të kthehet ajo Tirana e fortë. E shoh të vështirë, e shoh pa shpresë, në kuptimin se u bë kaq vite që pavarësisht se unë jam rritur këtë Tirana dhe dua shumë Tiranën, dua ta shoh gjithmonë nivele shumë të larta, po nuk të jep shpresë, pavarësisht se ka një president që është shumë le të themi shumë i lidhur, shumë i dashur mas klubit, ka vite që është e klubit Tiranës, e don shumë me shpirt klubin sepse e ka të tim, por nuk po gjen ai rrugën e dur për të dalë atje ku duhet të jetë në vite, sepse ti mund dash një vit kampion, pastaj vitin tjetër të jetë nga kategoria. Unë uroj shumë që ai të bëjë diçka ndryshe, domethënë nga këtë tutje për Tiranën, sepse e meriton sepse ka investuar shumë futboll, është nga presidenti më të vjetër po fitet kampionatit shqiptar dhe është gjunaf që ta shikosh Tiranën në ato lloj pozitash. Betet për të parë gjithsesi në javët e tjera. Ndërkohë, kampionia në fuqi, Egnatia ka ngushtuar diferencën me Vllaznin me vetëm 2 pikë pasi ka fituar në ndeshjen e fundit ndaj Dinamo City në Egnatia Arena. Kristo tregon forcë karakteri Egnatia, ka luftuar gjatë gjithë ndeshjes, në fund të ndeshjes arriti të gjente të zhbllokon të rezultatin. Si e shikon? Ilir Daja në fund të ndeshjes tha që na mundi ekipi më i mirë i kampionatit. Dinamo e nisi mirë ndeshjen. Provojt ishte edhe pak cinike ndryshe nga herët e fundit, sepse tani duhen pikët, më duke pritur shpejtësia e Berishës, fitoi edhe një penallti që më pas rezultoi aksioni në pozicion jashtë loje. Mirë po, Egnatia më bëri përshtypje në 2 ndeshjet e fundit, kishte ndruar mënyrën e lojës, vendosjen nga 4 mbrojtësa me 3 mbrojtësa, duke hequr sulmuesit e krahut që kanë qenë shumë të rëndësishëm për Egnatin gjatë gjithë kampionatit, dhe çfarë ndodhi? Në momentin e një ngërçi të ndeshjes në pushim me ndrime dhe në pjesën e dytë, Egnatia riktheu lojtarët që kanë qenë titular dhe të rëndësishëm më përpara dhe mori frerët e lojës në dorë, duke u bërë rrezikshme, duke detyruar portierin e Dinamos të kryej disa ndryrje të mira, derisa erdhi goli që erdhi minutën 92 dhe mund të quhet edhe fat, por do të thoya që në pjesën e dytë ne pam shenja edhe te Egnatias, kampionet të sezonit të kaluar, që provoi, u tregua e fortë me idetë e trajnerit dhe arriti të fitonte një ndeshje shumë të rëndësishme. Duke përfituar më tej nga ndalja e Vllaznisë, sepse pretendon të jetë atje në krye. Dhe do të shohim pastaj në vijim se çfarë do. Por sigurisht Egnatia është 2 herë është kampione në fuqi dhe pritet gjithmonë që të ketë paraqitje të tilla. Këtë vit Riza sikur e ka pak më të vështirë ndoshta konkurrencën le të themi, sepse ka gjetur një Vllazni pak më të fortë. Po nga ana tjetër Dinamo vijon le të themi me paraqitje jo të mira edhe vën në rrezik edhe pjesëmarrjen e Final Four. Atëherë pash, domethënë të highlights-et e ndeshjes që ka pasur shumë paqartësi në aspektin sulmues të 2 ekipet. Domethënë në momentin që është krijuar avantazhi ose është krijuar sulmi, nuk ka qenë zgjidhja e duhur në momentin final. Dinamo është e vazhdueshme. Po për Dinamo ndoshta kjo është vazhdueshme, po edhe Egnatia kishte një problem tillë që nuk e ka pasur. Dhe kjo ndoshta bëri që ndeshja të shkonte drejt barazimit. Në momentin final, aty ku shikoj, nëse topi është në krah, domethënë e vetmja gjë që mund bëj një lojtar që ka topin në dispozicion dhe luan me këmbën e djathtë ndërkohë që ndodhet në krahun e majt të sulmit të tij, krosimi është ajo që pretendohet. Dhe të gjithë lojtarët që janë brenda zonës së sepsisë, që presin këtë krosim, për shkakun e edhe fatin që një lojtar është mbrojtës, do të ketë në trup kundërshtarin e tij direkt. Nëse ri të paktën gjysmë metri larg këtij, avantazhin e ka sulmuesi, nuk e ka më mbrojtësi. Në këtë aspekt, po të shikosh, rasti i momentit fundit topi parakalon gjithë portën. Bie shtyllë dhe pastaj detyrimisht dikush tenton ta shpëtojë portën e tij, por është e pamundur sepse janë lojtarët sulmues me fytyrën nga porta. Në këtë aspekt duhet të jesh shumë i vëmendshëm. Kishte në disa raste të tjera në ndeshjet e tjera që mungon plotësisht loja në ajër. Pra lojtarët brenda zonës së rrepsis rinë të pamarkuar sulmuesët nga mbrojtësat. Dhe ky është një defekt që duhet rregullohet. Nëse Dinamo ka problematika, kjo e fazës së tretë, ndoshta ka rezultuar problemi më i madh i saj, sidomos edhe për marrjen e pikëve. Pra se mund të luash keq po merr pikët, po luan keq dhe nuk i merr pikët. Shënimi i golave pothuajse ka qenë një problem shumë i madh. Ndoshta do duhet të rikuperojmë të gjithë këtë
le themi, handicap madh që kanë krijuar për veten e tyre. Ndërkohë nga ana tjetër Elbasani në fakt i ka marrë pikët sepse ka mundur Vorën 2-1, po duket sikur ka rezultuar kocka fort Bushi sepse fakt ka ngushtuar diferenca me 3 pikë me Vllaznin dhe nga ana tjetër me 1 pikë me Egnatin. A është një konkurrent i rëndësishëm për të fituar titullin kampion këtë vit? Patjetër që po, Elbasani që kemi fort. Elbasani, mendoj që është edhe Elbasani këtë fort, pra, shumë i fort. Unë e pas ndeshjen me Vorën në stadium Elbasanin. Nuk është se krijoi shumë raste, në të drejtën, pati Vora më shumë raste se sa Elbasani për të shënuar gol, po ishte një ekip stabil, një ekip potent, le të thosh. Në momentin që do ta fitojë ndeshjen, në momentin që organizohet mirë, ta merr ndeshjen. Edhe ndrimet i pati shumë të forta, pra në stol kishin 2 lojtarë shumë mirë që bën diferencën sapo u futën. Është ekip i organizuar Elbasani, më pëlqen si ekip, së bashku me Ignatin, Vllaznin edhe janë me merit aty ku janë dhe do të jenë pretendent për ta marrë kampionatin. Nëse nuk dihet, pra këtë vit është bërë goxha i fort kampionati i bukur, le të themi, se pavarësisht se themi që nuk kampionati shqiptar themi, nuk është se themi nëse thua që nuk prodhon, po ta shikosh me vëmendje, po ta ndjekësh, është goxha i lezetshëm, është i fort, pasi se nuk ka një ritëm në intensitet shumë të lartë, nuk është se e ka. Po ka disa ekipe që luajnë futboll bukur, edhe me infrastrukturën që është bërë tani, Flori e përmendi Vlorën, po kemi Egnatin. Kemi shumë stadiume që ngjan tamam ndeshje sigurisht që luajnë në Europë, por pavarësisht se nuk ka shumë tifoza. Në Europë me këto kampionatet europiane, me kampionatet mirë europiane, me mirë europiane, pra janë goxha stadiume për të vlerësuar, kupton. Kristof, si e shikon Elbasanin në atë rezistencën që po kryen, në fakt për të qenë shumë e rëndësishme duke u imponuar edhe kampionës në fuqi nga ana tjetër e Vllaznis që ka pasur një histori shumë të mirë në këtë kampionat. Elbasani u fut që vitin e kaluar është një skuadër me një rritje të menjëhershme që vlen për të përmendur, sepse erdhi nga kategoria e parë dhe që sezonin e kaluar luftoi deri në javën e fundit për të shkuar në Evropë. Vetëm humbja me Partizanin e nxori nga 4-shja. Dhe që atëherë ata kishin synimin që sezonin pasardhës do të luftonin patjetër për Evropën. Ruajtën boshtin e skuadrës, bënte disa përmirësime, madje edhe tani kanë marrë lojtarë shumë të mirë dhe po vijojnë në atë trend, duke tentuar sa më shpejt të sigurojnë 4 shenjë të sigurojnë Evropën. Dhe ky është synimi i parë i tyre. Dhe në degradat javën e fundit pas fitores me Vorën, këtë kanë thënë, duam Evropën. Tani çfarë sjell kjo? Në momentin që Elbasani do sigurojë 4 shenjë, do hyj i qet në Final Four. Dhe kjo mund ta ndihmojë psikologjikisht, sepse do të ketë siguruar Evropën, objektivin kryesor dhe do luajë për gjithçka. Kjo ndoshta mund të vënë në presion skuadrat e tjera, që nëse do të jenë afër me pikë, sepse do të luhet sërish me pikë në Final Four, edhe mund të tentojë diçka të madhe. Por objektivi i tyre kryesor dhe kampionati i tyre i fituar do të jetë pjesëmarrja në Evropë, siç e thonë edhe vetë. Në fakt e mbyllim këtu me Abisnet Superiore për javën e 25, java 26 do të luhet të premten e të shtunë dhe sigurisht do të kemi hapësirë për diskutuar edhe javën që vjen për rezultatet që do të përcjell java 26. Ndërkohë një eveniment shumë i rëndësishëm i Federatës Shqiptare të Futbollit, sepse gjithmonë jemi në fakt pritse e shumë turneve ndërkombëtar si për vajza ashtu për djem përgjithsisht për moshat. Do të zhvillohet turneu i vajzave U17 pikërisht në Shqipëri, ku do të jenë pjesëmarrëse ekipi i Shqipërisë, Andorrës dhe Izraelit, me ndeshje që do të zhvillohen në datën 26 shkurt Shqipëri-Andorra, në datën 1 mars Andorra-Izrael dhe në datën 4 mars Izrael-Shqipëri. Një turne shumë i rëndësishëm për të parë sigurisht edhe curinë fizike, teknike të vajzave, patjetër edhe për të zhvilluar jo vetëm futbollin e vajzave, por jep edhe një herë rëndësi faktit që në Federatën Shqiptare të Futbollit priten, po të themi, turne kaq të rëndësishëm evropian. Ne organizojmë turne evropian për 17 vjeçare, 15 vjeçare, 16 vjeçare, 17 vjeçare dhe 19 vjeçare për vajza në Shqipëri, ndoshta 6 në sezon. Po kështu dhe për djem, 5-6 të tjerë. Kemi dhënë një garanci absolute që jemi një federat, pra një staf i mirëfillt i cili kryen me shumë sukses organizimin e një kampionati evropian. Në rastin konkret, 17 vjeçarët e vajzave do të luajnë bëjmë pjesë në ligën B, jemi një nga grupet e ligës B. Në rast kualifikimi, pra në rast të dalim në vendi i parë në këtë grup ku marrim pjesë, do të shkëmbejmë vendin me një ekip i cili do të renditet e fundit nga një nga grupet e ligës A. Pra kjo është diferenca që ndodh dhe pastaj sezonin tjetër nga shtatori do të fillojë të duhet e njëra gjë. Riza, duke pasur parasysh që jemi në një grup me Izraelin dhe me Andorrën, sa të mundur e shikon këtë lloj rezultati? Domethënë, kjo do ndahet me ndeshjen finale midis Shqipërisë dhe Izraelit, që do të jetë ndeshja e fundit e mini turneu, sepse ndeshjen e parë Shqipëria do të luajë
ndaj Andorës, pastaj ndeshja e dytë e mini turneut do të luaj Izraeli ndaj Andorës dhe ndeshja e tretë. Ne pretendojmë dhe unë mendoj që në të gjitha rastet që kemi luajtur ndaj Andorës me vajza ne kemi fituar dhe shikoj këtë si një avantazh. Dhe pastaj ndeshja që do ta ndaj plotësisht se cili do të jetë kryesuesi i grupit, do të jetë ndeshja e datës 4 mars Shqipëri-Izrael që do luajnë të gjitha në orën 14:00 në shtëpinë e futbollit, fusha me bar natyral. Po si e shikon ti një turne të tillë që zhvillohet në Shqipëri për zhvillimin e futbollit vajzave në Shqipëri dhe fakti që sigurisht zhvillohet edhe në federatën shqiptare të futbollit vajzave është competition. Pra ndeshje zyrtare, domethënë ti tregon jep vëmendje tek vajzat që të shohin dhe ato janë krajon ato që të merren sa më shumë me futboll. Kemi projekte të tjera për të promovuar dhe frymëzuar vajzat, ky është zyrtar kompeticion. Fakti që zhvillohet në Shqipëri Riza do të thotë që edhe vajzat shqiptare shikojnë që në fakt luhet futboll, që mund të jesh kompetitiv, që mund të shkosh në një ligë më të përmirësuar ose në ligën A etj. Janë element motivacional që janë ndoshta të jashtëm, jo aq direkt sa thua ti. Bushi. Po unë e shoh të rëndësishme, ajo që thot Flori është shumë e drejtë, sepse ne kemi arritur në një nivel që tani tashmë mund të organizojmë evente të tilla. Dikur kemi qenë që nuk i organizonim dot për vajzat. Tani kemi arritur të organizojmë, kjo do të thotë që ka qenë një punë e vazhdueshme për vajzat sidomos, sepse dikur unë mbaj mend para 3-4 vitesh ishte shumë e vështirë që vajzat merrnin pjesë në futboll, shumë e vështirë. Kurse tani kemi, domethënë ekipe, mendoj që Flori mund ta di më mirë, por çdo moshë, por 15, 16, 17 vjeç kemi ekipe vajzash. Edhe ekipin kombëtar nuk është se e kemi keq. Unë pash ndeshjen e fundit në stadium Maja Albane kundra Kipros, më pëlqeu shumë. Ne e fituam atë ndeshje në po në ligën B. Ligën B. Edhe ishin interesant. Okej, është futbolli ngadalë, është futboll kështu, por është futboll thjesht kur është futboll është i bukur, pavarësisht se luajnë vajzat, kupton? Mu pëlqen thjesht futbolli. Mendoj që kjo është diçka shumë e mirë që po bëhet sfundi me vajzat shqiptare. Po ta kthejmë vëmendje muajin mars, dritaren e muajit mars në futboll, do të jetë ndeshjet e ekipit kombëtar, ndeshjet e ekipit Shpresa, organizimi i mini turneut për 19 vjeçarë djem, 17 vjeçarë do të luajnë jashtë Shqipërisë në pra, pothuajse 70% e ekipeve kombëtare të Shqipërisë do jenë në terren për luajtur, pra. Kristo, ndërkohë mbetemi përsëri tek një mini turne tillë, në fakt që Shqipëria ka mirëpritur edhe herë të tjera. Sa rëndësi ka një turne i tillë për? Është ajo që u tha, pra është vazhdimsi prej vitesh, organizohen turne të tillë të cilët ndihmojnë pastaj edhe vetë Federata Shqiptare të Futbollit që të krijojë eksperiencën e saj në organizim turnesh të tillë, por edhe për të dhënë mesazhe që ne e bëjmë mirë këtë punë, që do të thotë kemi kaluar te niveli japim ne eksperiencë. Dhe për këtë të garantoj. Dakord, dhe jo, është sigurt. Absolutisht. Nuk e them këtë, po jo më kohë se unë nuk jam modest, po. Jo, do të thojë që domethënë eksperiencën e jemi ne që e japim. Dakord, por në fillime ne kemi marrë eksperiencë. Ka vazhduar me aktivitete të tilla, të cilat më pas na dhanë mundësinë të bëjmë një kampionat evropian të 17 vjeçarëve, na dhanë mundësinë të bëjmë një finale të Conference Ligës, se nuk është pak, dhe na japin mundësinë, na japin ne të drejtën që të organizojmë një kampionat të 21 vjeçarëve. Sigurisht që këto nuk janë të drejta që t'i japin mësëkoti, nëse nuk shikojnë që ti mund të organizosh. Por këto kanë vletur si eksperiencë që ne të krijojmë dhe aktivitete më të mëdha, duke shpresuar më vonë pse jo edhe diçka më të rëndësishme në Shqipëri. Ndërkohë ndeshjen Shqipëri-Andorra nesër në orën 14 mund ta ndiqni edhe në FSHFTV, kështu që në këtë rast edhe ju urojmë sukses edhe vajzave dhe pse jo ti mbështesim edhe duke i parë në FSHFTV në këtë aspekt. Unë do të falenderoj Alban Bushin, trajneri kombëtar i 21 për prezencën. Shpresoj të të kemi përsëri në studio herë tjetër. Fund qeshe profesor Dorës. Ishte shumë serioz, Hera e parë në program. Kam përshtypjen që kur vinë herë të dytë të ftuarit kemi ndruar pozicionet tani, sepse me Bushi kemi qenë të ftuar të dy, kështu tani po intervistohet nga unë. Faleminderit Kristo Thoma. Faleminderit juve. Faleminderit Floran Riza, ne do të shihemi të mërkurën tjetër për më të rejat më të fundit nga futbolli shqiptar. Mirupafshim.